Mbi 10.000 zyrtar publik në Kosovë kanë afat deri me 31 mars për të deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Megjithse procesi ka nisur tash 2 javë, deri tani këtë obligim ligjore kanë përmbushur vetëm rreth 780 zyrtar, apo pak më shumë se 7.5% e numrit të përgjithshëm. Afati i fundit është 31 marsi, është mjaft ka afat, është një muaj i tërë, zyrtarët e gjithë kanë pranuar njoftimet qoftë me email, po ashtu edhe me SMS për këtë obligim dhe ka filluar tashmë deklarimi i pasurisë. Kemi rreth 780 zyrtarë që tashmë e kanë kryer këtë obligim, e që në përqindje bie rreth 7.5%, pak më shumë se 7.5%. Risi këtë vetë është përdorimi i një sistemi të ri elektronik për deklarimin e pasurisë. Përveç që është më funksional për aspektin e deklarimit, po edhe menaxhimit të dhënave, është shumë më i sigurt sepse është zhvilluar në teknologjinë më të re, i ka të gjitha masat mbrojtëse që mund të ketë një sistem i tillë. Në listën e zyrtarëve që duhet të deklarojnë pasurinë përfshihen drejtues më të lartë të institucioneve shtetërore, drejtues të institucioneve të pavarura, kryetar komunash dhe zyrtar të ndërmarrjeve publike. Duke filluar nga presidenti i vendit, nga presidentja, nga kryeministri, qeveria, ministra, zëvendës ministra, pastaj deputetët, gjithë deputetët, janë pozitat udhëheqëse të institucioneve të pavarura, kryetarët të komunave, pozitat udhëheqëse të nivelit të ndërmarrjeve publike, ka të gjithë zyrtarët e doganave, të gjithë zyrtarët e ATK-s, policë që merren me detyra hetuese. Sipas Buleshkajt, zyrtarët që kanë deklaruar pasurinë edhe vitin e kaluar, të dhënat ju janë transferuar në sistemin e ri dhe ata duhet vetëm të i përditësojnë nëse kanë pasur ndryshime, ndërkaq zyrtarët që nuk e respektojnë afatin do të përballen me masa ndëshkuese. Për 15 ditët e para të muajit prill, ata pranojnë një gjobë mandatore nga agjencia e cila është në shume për 30% të pagës së tyre mujore. Sipas të dhënave të agjencisë, vitin e kaluar janë shqiptuar mbi 135 gjoba për zyrtar që kanë vonuar deklarimin e pasurisë, ndërsa në disa raste janë iniciuar edhe kallëzime penale.